Ka momente në jetë që nuk I pret kurrë. Momente që vinë me heshtje, me zarf të bardh, me shkronja të vogla juridike, dhe megjithatë godasin si rrufe në qiell të kthjellët. Moment të tillë nuk I harron kurrë. Ato mbeten gdhendur brenda teje, si plag që nuk mbyllen dot plotësisht, edhe pasi kalon koha, edhe pasi mendon se je shëruar. Entela e kujtonte saktësisht çdo detaj të asaj dite. Dielli hynte me një dritë të artë nëpër perdet e bardha të dhomës së ndenjes. Era e kafes mbushte shtëpinë. Fëmijët kishin shkuar në shkollë. Bashkëshorti I saj, Armandi, qëndronte pranë dritares me duart e mbyllura pas shpine. Një gjest që ajo e njihte shumë mirë. Ishte gjesti I tij kur mendonte thellë, kur diçka e shqetësonte pa I thënë me gojë. Ata kishin jetuar në të njëjtën çati me vjerrën e saj, Zhanën, për 20 vjet të plot. 20 vjet, 2 dekada. Gjysma e jetës aktive të Entelës kishte kaluar duke ndarë kuzhinën, korridorin, tavolinën e ngrënjes dhe çdo festë familjare me gruan e vogël, të hollë, me sytë e zezë dhe shikimin e mprehtë që gjithmonë dukej sikur po vlerësonte gjithçka rreth saj. Zhana nuk ishte grua e keqe. Entela ja kishte thënë vetes këtë mira herë, por nuk ishte qenë as e lehtë. Dhe tani Zhana kishte vdekur. Kishte ndërruar jetë 3 javë më parë, qetësisht, në gjumë, ashtu siç kishte jetuar shumicën e kohës, pa bujë të madhe, pa fjalë të tepërta. Dhe tani avokati I familjes, një njeri I moshës së mesme me syze të trasha dhe zë të ftoft profesional, qëndronte ulur përballë tyre me dosjen e hapur dhe po lexonte testamentin. Entela e mbante duart e vendosura mbi gjunjë. Armandi vazhdonte të shikonte nga dritarja dhe avokati lexoi. Fjala e parë e testamentit ishte emri I Zhanës, e dyta ishte data e lindjes së saj, e treta, data e vdekjes, dhe pastaj fjalit juridike të gjata, të mbushura me terma që Entela I kuptonte vetëm pjesërisht. Derisa avokati arriti tek fjalia kryesore, fjalia që ndryshoi gjithçka. Shtëpia e vendosur në adresën me të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme brenda saj, I lë si trashëgimi të plotë dhe të pakushtëzuar nuse me të dashur, Mirës, bashkëshortes së të birit tim, Gëzimit. Heshtja që pasoi ishte e rëndë sigur. Entela mendoi se kishte dëgjuar gabim. Pastaj mendoi se avokati kishte lexuar gabim. Pastaj kuptoi se asnjëra nga këto dy gjëra nuk ishte e vërtetë. Kishte dëgjuar sakt, kishte kuptuar sakt, dhe bota rreth saj filloi të rrotullohej ngadalë, si ajo ndjesia para se të marrë mendja. Armandi u kthye nga dritarja. Fytyrën e kishte të palexueshme, por duart I kishte shtrënguar fort sa gishtat I kishin zbardhur. Mund ta lexoni edhe një herë? Tha ai me zë të qetë, shumë të qetë. Avokati e lexoi edhe një herë. Fjalët ishin të njëjta, kuptimi ishte I njëjtë. Shtëpia ku Entela kishte rritur fëmijët e saj, ku kishte gatuar çdo mëngjes, ku kishte kujdesur për vjerrën e smur me vite të tëra, kjo shtëpi nuk ishte e tyre, ishte e Mirës, nuses së Gëzimit, djalit tjetër, djalit që jetonte jashtë, larg. Entela e kishte vërejtur këtë herën e parë kur Gëzimi kishte ardhur në vizitë dhe Zhana kishte gatuar pjatat e tij të preferuara, pa pyetur nëse edhe Entela apo fëmijët donin diçka ndryshe. Herën e parë kur Gëzimi kishte nevojë për para dhe Zhana I kishte dhënë pa hezituar, ndërkohë që Armandi kishte punuar 2 punë për të paguar hipotekën. Herën e parë kur Entela kishte hapur gojën për të thënë diçka dhe shikimi I vjerrës e kishte ndalur në mes të fjalës. Jo me brutalitet, por me atë lloj urtësie të ftoft që thot, kjo nuk është puna jote. Megjithatë, Entela kishte qëndruar, kishte zgjedhur heshtjen shumë herë, jo nga frikë, por nga respekt, nga dashuria për Armandin, nga bindja se familja mbahet bashk duke dhënë, jo duke marrë. Kishte kujdesur për vjerrën me devotshmëri të vërtetë. Kur Zhana kishte filluar të mos ndihej mirë, herët, para se sëmundja të bëhej serioze, Entela kishte qenë ajo që e çonte te doktori. Ishte ajo që mbante shënim ilaçet, ishte ajo që fshehte lot natën kur dëgjonte vjerrën duke kolluar në dhomën ngjitur, duke u lutur që të mos ishte serioze. Kishin kaluar mot të mirë dhe mot të vështirë në atë çati. Kishin festuar lindjet e fëmijëve, kishin vajtur bashk në funeral, kishin ndarë bukën e kripën e ditëve të zakonshme. Dhe Entela kishte besuar sinqerisht dhe me gjithë zemër se 20 vjet bashkëjetesë, 20 vjet kujdesi, 20 vjet dashurie të heshtur kishin ndërtuar diçka të qëndrueshme dhe të drejtë. Besimi I saj nuk ishte qenë për pasurinë. Shtëpia nuk ishte pallati I ndonjë mbreti.
Ishte shtëpi e zakonshme, me 2 dhoma gjumi, me kuzhinë të vogël dhe obor të ngushtë, por ishte shtëpia e tyre, vendi ku fëmijët e saj kishin bërë hapat e parë, vendi ku kishte gatuar mira herë, ku kishte larë mira enë, ku kishte qesh dhe kishte qarë, dhe kishte jetuar gjithçka që ja kishte dhënë jeta. Dhe tani dikush tjetër do ta trashëgonte. Mira kishte ardhur në jetën e Gëzimit si diçka e papritur, ose të paktën, kështu e tregonte vetë ai. Kishin dalë 2 herë, 3 herë, pastaj kishin bërë martesë të shpejtë, pothuajse me nxitim, pa shumë ceremonial. Entela dhe Armandi kishin mësuar lajmin pas faktit, jo para, jo me ftesë, jo me mundësinë për të qenë pjesë e momentit. Mira ishte grua e qetë, e re, me disa vjet më e vogël se Gëzimi, me sy të hapur dhe sjellje të matur. Nuk fliste shumë, nuk shprehte mendim shumë lehtë. Kur vinte me Gëzimin në vizitë, ulej, dëgjonte, buzëqeshte në momentet e duhura dhe ikej pa lënë ndonjë gjurmë të madhe. Entela nuk e kishte njohur mirë kurrë, dhe kjo nuk ishte faji i Mirës. Thjesht Gëzimi dhe Mira jetonin larg, kishin jetën e tyre dhe vizitat e tyre ishin të shkurtra dhe të rralla. Por Zhana e kishte njohur Mirën, e kishte njohur ndryshe nga të tjerët. Kjo ishte gjëja e parë që Entela filloi të kuptonte ngadalë me kalimin e ditëve pas leximit të testamentit. Kishte pasur takime që ajo nuk i kishte ditur. Biseda mes Zhanës dhe Mirës, jo kur Gëzimi ishte aty, por herë të tjera, qetësisht, pa bujë. Kishte pasur ditë kur Mira kishte ardhur vetëm, kishte qëndruar me Zhanën, kishte bërë gjëra të vogla për të, kishte sjellë ushqim, kishte ndihmuar me ilaçet, kishte ulur dhe dëgjuar orë të tëra. Entela nuk i kishte ditur asnjë nga këto. Nuk i kishte ditur sepse kujdesja për vjerrën kishte qenë aq e integruar në rutinën e saj të përditshme, saqë ajo kishte ndaluar së vërejtur detajet, kishte ndaluar së pyeturi nëse dikush tjetër bënte diçka, sepse gjithmonë kishte qenë ajo që bënte gjithçka. Kjo zbulim nisi të hante brenda, si lëngat e vogël që nuk e ndjen menjëherë, e ndjen vetëm kur të ka konsumuar mjaftueshëm. Armandi ishte ende i heshtur pas leximit të testamentit, heshtur me atë heshtjen e tij karakteristike që mund të nënkuptonte shumë gjëra, zemërim, dhimbje, mendim të thellë apo të gjitha njëkohësisht. Entela e dinte se herët avon do të bisedonin, por të dy po prisnin, ndoshta secili po priste që tjetri të fliste i pari. Gëzimi kishte ardhur 2 ditë pas leximit të testamentit, kishte ardhur me Mirën, të dy të qetë, pothuajse të tërhequr. Nuk kishte triumf në sjelljen e tij, dhe kjo kishte hutuar Entelën pak. Kishte pritur diçka, arrogancë, kënaqësi, ndonjë shfaqje të vogël fitimtarie, por Gëzimi duke i lodhur dhe i rënduar, si dikush që mban peshë të madhe. Me kalimin e viteve, kishte ndërtuar jetën e tij tull pas tulle. Kishte mësuar mirë anglishten, kishte bërë kurse profesionale, elektricist i liruar, pastaj kontraktues i pavarur, pastaj kompania e tij e vogël. Nuk ishte bërë i pasur, por kishte arritur atë lloj stabiliteti që e ndjen thellë, kur nuk shqetësohesh domëngjes nëse do ta bësh muajin, kur mund t'i ndihmosh nënën larg, kur mund të flesh natën pa ankth. Ai jetonte në një qytet të mesëm amerikan, nga ato qytetet që nuk janë New York dhe nuk janë Mississippi i thellë, por diku në mes, me lagje të qeta, me njerëz punëtor dhe histori të shumta nën sipërfaqe. Kishte kolegë të mirë, kishte miq të pakt, por besnik, kishte reputacion të mirë në punë. Njerëzit e thërrisnin blerimin kur donin punë të bërë si duhet, jo punë të bërë me nxitim. Ishte beqar. Kjo nuk ishte nga mungesa e mundësive, kishte pasur marrëdhënie, kishte dashur dikë me vite, kishte dhimbur kur kishte mbaruar, por kishte një pjesë të tij të brendshme që mbetej e rezervuar, e pa zënë, si dhomë me dritare të mbyllura. Miqt i thoshin se ishte shumë selektiv, a i thoshte se thjesht nuk kishte gjetur gruan e duhur. E vërteta ndoshta ishte diku mes të dyave. Ishte i lidhur thellë me vendin e tij, edhe pse jetonte larg. Lexonte lajmet shqiptare, dëgjonte muzikë shqipe kur punonte, telefononte nënën çdo javë, nënën e tij që jetonte ende atje, me shëndet jo të mirë, por me shpirt të fortë. Grua që kishte hequr shumë dhe kurrë nuk e kishte ankuar publikisht. Blerim e donte nënën e tij me atë lloj dashurie të matur mashkullore shqiptare, dashurie që nuk shprehej shumë me fjalë, por ishte e dukshme nga çdo veprim. Ai kishte miq edhe ndër shqiptarët e tjerë emigrant, por shmangej pak nga shoqëritë shqiptare të emigracionit kur bëheshin shumë politike apo shumë nostalgjike.
Kishte hyrë disa herë në ato biseda dhe kishte dalë me ndjenjën se të gjithë flisnin për vendin, por pak bënin diçka konkrete për të. Blerim preferonte të vepronte qetësisht. Jeta e tij kishte ritmin e saj. Morgu i mëngjesit, puna fizike e ditës, mbrëmje të qeta me libra apo filma, të premtet me disa miq, ishte jetë e thjeshtë dhe e ndershme. Nuk ishte dramë të madhe, derisa ajo ditë e fundit të tetorit. Ishte mbrëmje e vonë, kishte punuar gjatë, kishte mbaruar një instalim elektrik në një ndërtesë komerciale në periferi të qytetit. Kishte parkuar makinën e tij të vjetër të besueshme dhe po ecte drejt kafes së zakonshme ku merrte kafe të zezë para se të shkonte në shtëpi. Rruga ishte pothuajse e zbrast. Ndriçimi i rrugës nuk ishte i mirë në atë zonë. Kishte folur me dikë dikur për këtë, por asgjë nuk ishte bërë. Dhe pastaj dëgjoi zëra. Jo zhurmë të zakonshme, diçka tjetër, diçka që të ngre instinktet e para se mendja ta procesoj plotësisht. Zë gruaje, fjalë të prera, pastaj heshtje, pastaj sërish zëra. Blerim u ndal, vëri vesh dhe pa. Ishin 3 burra. 3 burra rreth një makine të ndaluar rrugës ansore me portë të hapur dhe kishte një grua, e re, me veshje rrobash elegante, e bllokuar mes 2 prej tyre me shpinën tek makina dhe fytyrën të zbehtë si hëna. Blerim nuk mendoi shumë. Kjo ishte gjëja interesante. Njerëzit e pyesin shumë herë, si ja bëre, a nuk ishe frikë? Dhe ai u përgjigjet me ndershmëri. Nuk pata kohë të kem frikë. Veprova, pik. Kishte 5 vjet që punonte me mjete çdo ditë. Kishte muskuj nga puna fizike, jo si bodybuilder, por si njëri që ngre, tërheq dhe punon me duart e tij çdo ditë. Dhe kishte diçka tjetër. Shumë vjet më parë, kur kishte ardhur për herë të parë dhe jetonte në lagjet e vështira, kishte bërë kurse vetëmbrojtjeje. Jo të luftonte, por sepse kishte kuptuar shpejt se Amerika nuk ishte vetëm ëndra amerikane, kishte edhe rrugë të errta. Ai ju afrua shpejt, me zë të lartë. William Mitchell e priti Blerimin duke qëndruar, jo ulur. E shtriu dorën e parë, zakoni njerëzve që e marrin seriozisht kontaktin njerëzor. Ishte 60 e disa vjeç, i thatë, me flok të thinjur dhe sytë e qetë të dikujt që ka parë shumë dhe nuk tronditet lehtë. Zoti Hoxha, kishte thënë, ju shpëtuat vajzën time, dua të di çfarë mund të bëj për ju. Blerim kishte përgatutur përgjigjen gjatë rrugës, kishte menduar se njeriu i pasur do të ofronte para dhe se ai do t'i refuzonte me dinjitet. Kishte menduar skenar të ndryshëm, por nuk kishte menduar fjalët e Mitchellit të ardhshme. Nuk po ju ofroj para si shpërblim, kishte shtuar Mitchelli shpejt, sikur ta lexonte mendimin. Kjo do ishte fyerje. Ju bët gjën e duhur sepse jeni njeri i mirë, nuk blej njerëz të mirë. Kishin biseduar shumë gjatë, shumë më gjatë nga sa Blerim kishte pritur. Mitchelli kishte pyetur për origjinën e tij, për punën, për jetën. Kishte dëgjuar me vëmendje të vërtetë, jo me atë lloj dëgjimi snobisht që ka njeriu i pasur kur toleron bisedën me dikë të zakonshëm. Kishte dëgjuar me kuriozitet të vërtetë. Dhe Ashley kishte ardhur gjysmore më vonë, e veshur thjesht, pa make-up, duke dukur akoma si ajo vajza e trembur nga nata e kaluar. Kishte ulur syt kur kishte hyrë, pastaj i kishte ngritur dhe i kishte thënë Blerimit: "Unë nuk di si të falenderoj dikë për jetën, sepse kurrë nuk pata nevojë ta bëja, por dua ta mësoj." Blerim nuk e dinte si t'i përgjigjej kësaj, kështu që kishte qeshur pak dhe kishte thënë: "Mjafton të jetosh mirë." Ishin fjalë të thjeshta, por Ashley i kishte mbajtur mend. Mitchelli i kishte ofruar Blerimit kontratë, jo si favor, por si biznes. Kompania e tij e re e ndërtimit kishte nevojë për kontraktor elektrik besnik. Blerim kishte reputacionin, Mitchell kishte punën. Ishte marrëveshje e ndershme, pa favoritizëm sentimental, pa nënkuptime të tepruara. Blerim e kishte pranuar sepse e vlerësoi, jo sepse ishte e leverdishme, por sepse ndjente se Mitchell ishte njeri me të cilin mund të punohej drejt. Dhe kështu kishte filluar ajo lidhje e re. Blerimi i kishte treguar kësaj nënës së tij, gjatë thirrjes javore. Nëna kishte heshtur pak dhe pastaj kishte thënë: "Kujdesu bir, njerëzit e pasur janë si zjarri, të ngrohesh nga larg, por të djegin nga afër." Blerim kishte qeshur. Nëna jume ka gjithmonë të drejtë, kishte menduar,
por kishte shtuar brenda vetes, jo gjithmonë. Muajt pas asaj nate kishin sjell ndryshime graduale në jetën e Blerimit. Punën me kompaninë e Michelit e kishte marrë seriozisht, kishte dërguar ekipin e tij në çdo projekt, kishte qëndruar i disponueshëm, kishte zgjidhur problemet shpejt dhe pa drama. Micheli i kishte lënë mesazhe personale disa herë, jo për punë, por thjesht mirë bëre sot. Kjo ishte gjëja që Blerimi e vlerësonte. Njohja e punës së bërë mirë, nuk duhej të ishte e shtrenjtë, duhej të ishte vetëm e vërtet. Ashley kishte filluar të shkruante ndonjëherë, mesazhe të shkurtra në fillim, si je, faleminderit edhe një herë, pastaj biseda më të gjata. Kishte zbuluar se ajo punonte në fushën e arteve, kishte hapësirë vogël galerie, kishte pasion të vërtetë. Ato fjalë kishin mbetur te Blerim si diçka e çmuar, jo si kompliment vanitar, por si gjë e vërtetë dhe e rëndë. Ndërkohë, larg asaj jete amerikane, drama e testamentit kishte filluar të haj familjen nga brenda. Entela nuk flinte mirë. Natën shtrihej dhe numëronte vitet, 20 vjet, çdo mëngjesë atij shtëpie, çdo darkë, çdo smundje e vjerrës, çdo festë e organizuar, çdo çarçaf i shtruar, çdo darkë e gatuar. Dhe tani, shtëpia nuk ishte e tyre. Armandi kishte filluar të bënte pyetje, me avokatin, me noter, me kushërinj të vjetër të Zhanës. Kishte mësuar se testamenti ishte bërë jo 20 ditë para vdekjes, siç mendonin disa, por 2 vjet më parë. 2 vjet, ndërkohë që Zhana jetonte ende mes tyre, hante me ta, shikonte televizor me ta, kishte Entelën duke i sjell ilaçe çdo mëngjes. Gjatë gjithë asaj kohe, ajo kishte ndruar testamentin pa u thënë askujt asgjë. Kjo ishte gjëja që nuk mund ta treste Entela. Jo fakti i shtëpisë. Shtëpia ishte gur dhe çimento, dhemb, por mund ta zgjidhje. Por fakti se Zhana kishte jetuar me ta me këtë sekret brenda. Kishte pranuar kujdesin e Entelës, kishte pranuar dashurinë e Armandit, kishte pranuar prani dhe sakrificë, dhe kishte mbajtur brenda atë vendim si diçka të fshehur me dashje. Kjo ishte tradhtia e vërtetë, jo ligjore, jo materiale, por emocionale, e thellë dhe personale. Armandi, nga ana e tij, ishte bërë i ftohtë, jo ndaj Entelës, por ndaj botës. Fliste pak, punonte shumë, dilte herët dhe kthehej vonë. Entela e dinte se brenda tij diçka po thyhej. Armandi ishte ndërtuar mbi besimin se nëna e tij e donte, e vlerësonte, e shikonte, dhe tani ky besim po u shfaqte me çarje të thella. Fëmijët e tyre, vajza e madhe dhe djali i vogël, kishin kuptuar se diçka nuk shkonte. Vajza, e cila ishte adoleshente dhe shumë e zgjuar, kishte pyetur drejt për drejt: "Nëna, do ta humbim shtëpinë?" Entela kishte gënjur, kishte thënë jo, gjithçka do të zgjidhet, por pas kurrizit të vajzës, ishte ulur në kuzhinë dhe kishte qarë pa zë, me duart mbi gojë, që të mos dëgjohej. Gëzimi dhe Mira kishin qëndruar larg pas takimit fillestar. Gëzimi kishte dërguar mesazh të shkurtër: "Unë dhe Mira kemi vendosur të mos pretendojmë asgjë, derisa t'ja keni bërë të qartë vetes se çfarë doni. Shtëpia nuk na nevojitet, por nuk po refuzojmë testamentin e nënës." Ishte fjali e kujdesshme, e matur, shumë e matur për gëzimin e zakonshëm. Entela kishte menduar: kush ja shkroi këtë? Pastaj, ndoshta Mira. Mira. Ky emër kishte filluar të marrë peshë të re. Entela kishte filluar të mendojë mbi atë grua të qetë, me sytë e hapur dhe fjalën e pakët. Mira kishte thënë: "Nuk e dua shtëpinë", por nuk kishte thënë pse. Nuk kishte shpjeguar asgjë. Kishte lënë gjithçka të hapur, si derë gjysmë e mbyllur në erë. Dhe Entela kishte vendosur diçka. Duhej ta kuptonte, duhej ta pyeste Mirën, jo me armiqësi. Por Zhana nuk mund të thoshte këto gjëra me gojë, kishte vazhduar Mira. Ishte ndërtuar kushtu, grua me krenari të madhe, me vështirësi për të kërkuar falje. Kështu kishte bërë diçka tjetër, kishte ardhur tek unë, nuse që nuk e njihte mirë, grua pa pritje, pa histori të vjetër mes tyre, dhe kishte bërë diçka që nuk mund ta bënte me askënd tjetër. Çfarë? Zëri Entelës ishte vetëm frym. Kishte qarë, kishte thënë Mira thjesht. Kishte ardhur dhe kishte qarë si fëmijë, dhe kishte thënë: "Unë nuk i kam bërë drejtësi djalit tim të madh, dhe nuses së tij, por nuk di si ta korrigjoj pa e thyer gjithçka." Entela kishte vendosur filçanin mbi tavolinë sepse duart i dridhnin. "Dhe shtëpia?" kishte pyetur me zë të ulët. Shtëpia ishte mënyra e vetme që ajo gjeti.
Nuk ishte para të lira, shtëpia ishte gjëja e vetme e vlefshme, por kishte frikë se nëse u alinte direkt juve, gëzimi do të ikte, do të bëheshin armiq, do të ndahej familja. Kështu mendoi. Nëse ja lë Mirës, nuses së gëzimit, gruas pa histori me të dyja palët, Mira mund ta bëjë gjën e drejtë pa tension. Heshtje gjatë. Ajo besoi te unë, kishte thënë Mira qetësisht, pa më pyetur. Kishte besuar se do ta bëja gjën e drejtë, dhe kjo më ka rënduar shumë, sepse nuk e kisha zgjedhur unë atë barë. Entela kishte ngritur syt. E di çfarë do të bësh ti? Mira kishte buzëqeshur, për herë të parë gjatë bisedës. Prandaj jam këtu. Ndërkohë që ajo dra me heshtur po luhej në kafenen e qytetit, Blerim Hoxha kishte marrë lajm nga nëna. Nëna kishte qenë somur pak, asgjë serioze, por mjaftueshëm për t'i dhënë atij atë lloj shqetësimi që ka fëmia larg. Kishte bler bilet dhe kishte shkuar shtëpi, për 2 javë, gjë që nuk ishte bërë prej shumë kohësh. Shqipëria ishte gjithmonë çudia e vet për Blerimin kur kthehej, diçka e njohur dhe e panjohur njëkohësisht. Lagjet e fëmijërisë kishin ndryshuar, kishin ndërtuar kudo, por kishin mbajtur edhe diçka nga shpirti i vjetër, miratimin dhe ngrohtësinë dhe zhurmën e jetës shqiptare të zakonshme. Nëna e tij ishte mirë, mjeku kishte thënë se ishte lodhje, asgjë serioze, por Blerimi dinte se nëna kishte egzageruar pak sëmundjen sepse e donte të shihte. Nuk e kishte qortuar, kishte qëndruar me të, kishte ngrënë gjellën e saj, kishte dëgjuar historitë e saj, kishte fjetur në dhomën e fëmijërisë me krevatin e ngushtë dhe fensterën me pamje mbi oborrin e ngushtë. Dhe aty, natën, kishte menduar për jetën e tij. Kishte menduar për Eshlin, lidhjen e tyre të çuditshme, të papërkufizueshme. Nuk ishte dashuri romantike, apo të paktën ai nuk e kishte emërtuar kështu. Ishte diçka tjetër, respekt i thellë, kureshtje e ndërsjellë. Ndjesia se 2 bota shumë të ndryshme kishin gjetur pikë takimi të papritur. Eshli i kishte shkruar gjatë asaj kohe. Si e aty? Si është Shqipëria? Dhe Blerimi i kishte shkruar për shkrime, jo turistike, por të vërteta. Ngjyra e dritës në mbrëmje mbi male, era e bukës tek furra e lagjes, zëri i nënës duke folur me komshin, heshtja e mesnatës në rrugë. Eshli i kishte shkruar. Ti e shkruan bukur kur nuk e mendon. Ai kishte qeshur dhe kishte menduar. Dikur nuk flisja fare anglisht, tani dikush më thot se shkruaj bukur. Ky ishte Blezimi, njeri që nuk harronte nga kishte ardhur, jo si barr, por si orientim. Origjina nuk ishte turp dhe nuk ishte krenari e tepruar, ishte thjesht e vërteta e tij, kompasi i tij i brendshëm. Gjatë asaj jo besim si fjalë, kishte vazhduar ai, besim si gjest. Besimi i vërtetë është kur i tregon dikujt diçka para se të detyrojë situata. Kur e përfshin dikën në vendimet tuaja, kur e trajtosh si partner, jo si nxënës. Armand, unë nuk jam i zemëruar për shtëpinë, kishte thënë ai, ose jam, por jo kryesisht, jam i zemëruar sepse kur nuk e dija, kur nuk ma tha. Kishte 2 vjet që kishte ndryshuar testamentin dhe jetonte me ne, hante me ne dhe nuk tha asgjë. Kjo do të thotë se ne ishim të rënd, prezencë e rehatshme, por jo njerëz të besueshëm. Entela kishte shkuar pranë tij, kishte vënë dorën mbi shpinën e tij. Mbase e kishte frikë, kishte thënë ajo, dhe pastaj kishte vendosur t'i tregonte bisedën me Mirën. Armandi e kishte dëgjuar duke qëndruar i palëvizshëm. Entela i kishte treguar gjithçka, lotët e Zhanës te Mira, frikën e saj, pamundësinë e saj për të kërkuar falje drejt për drejt, testamentin si mënyrë tërthore të korrigjimit. Kur Entela kishte mbaruar, Armandi kishte qëndruar ende i heshtur për disa minuta. Pastaj kishte thënë diçka shumë të çuditshme. E njoha. Çfarë? Atë frikë, ajo frikë e saj, e njoha. Unë e kam edhe vet, atë pamundësi për të thënë gabova, falna, të dua. Zëri i tij ishte bërë shumë i ulët. Ne jemi familje që nuk flasim, kur nuk kemi folur. Gjenerata e saj nuk fliste, dhe mua dikush duhet më mësonte, por nuk e bëri. Entela e kishte parë duke u kthyer drejt saj me sytë e lagur, dhe nuk e kishte parë Armandin me sytë e lagur as kur kishte vdekur nëna e Entelës, as asnjëherë tjetër. Unë nuk di të falin, kishte thënë ai, por dua të mësoj, për fëmijët tanë, nuk dua që ata të rriten me këtë bllokim. Ajo natë kishte qenë ndryshimi i parë real, jo të situatës, ligjore, por të diçkaje brenda familjes. Si muri vjetër që ka nevojë jo të rrëzohet, por të hapet një dritare. Gëzimi nuk ishte kurrë aq i thjeshtë sa dukej.
Dhe kjo ishte e vërteta e tij tragjike. Ishte njëri me mundësi të mëdha dhe me frikë akoma më të mëdha. Kishte mësuar shumë herët se nëna e tij e vlerësonte atë ndryshe nga Armandi, dhe kjo njohuri kishte bërë dy gjëra kontradiktore njëkohësisht. E kishte mbrojtur dhe e kishte dëmtuar. Kur e di që dikush do të falë gjithmonë, kur di që dikush do të jetë gjithmonë nga ana jote pa kushte, ajo dashuri të ngroh, por edhe të pengon, nuk të mëson të qëndrosh vetë, nuk të mëson të marrësh përgjegjësi. Gëzimi kishte pasur momente shkëlqimi, kishte treguar talent në bizneset e tij, kishte patur ide të mira, kishte intuit të mirë njerëzore. Por sa herë gjërat bëheshin të vështira, kishte nënën si rjetë sigurie. Kjo rjetë e kishte penguar të ngjitej plotësisht, por edhe ta ndjente rënien plotësisht. Me Mirën kishte ndodhur diçka ndryshe. Mira nuk kishte qenë rjetë sigurie, kishte qenë pasqyrë, grua e qetë, e drejtë për drejtë, pa iluzione sentimentale. Gëzimi e kishte dashur Mirën sepse ajo e shikte pa idealizuar dhe pa e çmontuar. E shikte thjesht si njeri, me të mirat dhe me tëmët e tij, dhe vendoste të qëndronte. Ky lloj dashurie kishte qenë e re për të. Kur Zhana e kishte paguar borxhin me kalimin e viteve. Kishte paguar çdo qindark. Por kishin mbetur mes tyre diçka tjetër. Mirënjohje e thellë, respekt reciprok. Dhe kur babai i Mirës kishte vdekur para disa vitesh, Zhana kishte ardhur në varrim si e para jashtë familjes. Kur Gëzimi kishte sjell Mirën herën e parë, Zhana e kishte njohur mblemrin. Kishte pyetur qetësisht: "Ti je bia e tij?" Dhe Mira kishte thënë: "Po." Dhe Zhana kishte heshtuar. Një heshtje e madhe, e rëndë, e mbushur me shumë gjëra. Kjo kishte qenë lidhja e fshehtë. Zhana kishte ndier borxh moral ndaj familjes së Mirës. Jo borxh ligjor, jo borxh financiar, sepse atë e kishte paguar, por borxh njerëzor, borxh zemre. Dhe kur kishte vendosur për testamentin, kjo ndjenjë kishte qenë njëra nga faktorët. Nuk kishte qenë e vetmja, kishte qenë e kombinuar me fajin ndaj Armandit, me besimin te karakteri i Mirës, me pamundësinë e saj për të folur hapur. Por kishte qenë aty. Kur Mira i kishte treguar këtë Entelës, kishte qenë momenti më i vështirë i bisedës, sepse kishte shtuar edhe një shtresë të re mbi gjithçka tjetër. Shtresën e historisë që ndodhte para se ata ta kthenin gojën fjalës familje. Entela kishte qëndruar e heshtur shumë gjatë. Pastaj kishte thënë: "Pse s'na tregoj kurrë?" "Sepse krenaria," kishte thënë Mira thjesht. Vjerra juaj ishte grua me krenari shumë të madhe. Të pranoje se kishte pasur nevojë për ndihmë, se dikush jashtë familjes e kishte shpëtuar, kjo do ishte e pamundur ta thoshte me gojë. Por neve mund të na tregonte. Po, mund t'ju tregonte, por nuk e bëri. Dhe kjo ishte gabimi i saj. Blerim u kthye nga Shqipëria me diçka ndryshe brenda, diçka që nuk mund ta emërtonte sakt. Kthimi i shtëpi gjithmonë e ndikonte kështu. E bënte të shihte jetën e tij amerikane me sy të freskët, si fotografi e parë 2 herë me kohë mes tyre. Ashley e kishte pritur me mesazh: "Mirë se u kthe. Kemi diçka të rëndësishme për të biseduar." Kishin takuar të nesërmen, jo në kafene, por në galerinë e Ashleyt, mes pikturave dhe skulpturave dhe dritës së filtruar. Ashley kishte marrë shprehi ta takonte aty kur donte të fliste diçka serioze. Ambiente e saj, ku ndihej e sigurt. "Babi dëshiron të të ofrojë ortakëri," kishte thënë Ashley. Blerim kishte menduar se kishte dëgjuar gabim. Ortakëri? Kompania e re e ndërtimit, jo si punonjës, si partner i vërtet, me aksione, me vot, me emër. Kishte hezituar. E di se si tingëllon, por babi nuk e bën kurrë diçka të tillë si favor. Ai ka studiuar punën tënde prej 6 muajsh, ka pyetur njerëzit e tjerë, ka numrat, thot se je burri më i besueshëm me të cilin ka punuar. Blerim kishte ecur ngadalë drejt dritares. Kishte parë nga jashtë. Rruga e Takimi kishte ndodhur të dielën. Kishin qenë 4 të rritur rreth tavolinës: Armandi, Entela, Gëzimi, Mira. Pa avokat, pa noter, pa asistent. Mira kishte bërë kafe dhe kishte vendosur biskotat e vjetra shqiptare, ato me sheqer pluhur, dhe askush nuk e kishte kuptuar pse ky gjest i vogël e kishte bërë atmosferën pak më njerëzore. Mira kishte filluar duke treguar gjithçka.
Kishte treguar vizitat me Zhanën, kishin treguar lotët e vjehrës, kishte treguar historinë e babait të saj dhe borxhit të vjetër, kishte treguar vendimin e testamentit dhe arsyet. Armandi kishte dëgjuar me fytyrë të palëvizshme, Gëzimi kishte ulur kokën, Entela kishte qarë qetësisht, pa fshehur. Pastaj kishte qenë heshtje, dhe Gëzimi kishte thënë diçka të papritur. Unë dua të kërkoj falje. Të gjithë kishin parë tek ai. Jo për testamentin, atë nuk e kam bërë unë, por për gjithçka tjetër. Për vitet kur e kam marrë si të garantuar nënën, shtëpinë, bumin e saj. Për herët kur mora pa falenderuar. Për herët kur ju lash juve të mbani gjithçka ndërkohë që unë jetoja lehtë. Zëri i tij dridhi. Unë e kam ditur, brenda e kisha ditur, por ishte e rehatshme ta injoroja. Armandi e kishte shikuar vllan për herë të parë me sy tjetër, jo me zemërim, por me diçka si dhimbje dhe njohje njëkohësisht. Njohja e dikujt që sheh veten te tjetri. Edhe unë, kishte thënë Armandi ngadalë. Edhe unë kam hequr dorë shumë herë nga biseda që duhej ta bëja, me nënën, me ty, edhe me Entelën. Kam menduar se heshtja ishte forcë, por heshtja ishte frikë. Entela kishte shikuar burrin e saj dhe kishte parë diçka që nuk e kishte parë kur, hapjen e tij, si dere vjetër prej drurit të rënd që hapet ngadalë, me zë, por hapet. Mira kishte çuar dokumentet të avokatit 3 ditë pas asaj mbledhjeje. Kishte bërë gjithçka ligjërisht, qartë, pa lënë hapësirë për keq kuptim. Kishte transferuar të drejtat e shtëpisë te Armandi dhe Entela, me marrëveshje të shkruar dhe të vërtetuar, pa kushte, pa kompensim, pa asgjë në këmbim. Por kishte bërë edhe një gjë tjetër, gjë që askush nuk e kishte pritur. Kishte shkruar letër të gjatë, me dorë, jo të shtypur, me dorëshkrimin e saj të rregullt dhe qetë, dhe e kishte adresuar jo te Armandi, jo te Entela, por te të dy bashk. Në letër kishte shkruar atë që Zhana nuk kishte mundur ta thoshte kurrë me gojë. Kishte shkruar fjalët e vjehrës, jo si citim, por si interpretim i besuar, si ndërmjetësuese e njerëzishme mes një gruaje që kishte vdekur me shumë gjëra të pathëna, dhe 2 njerëzve që kishin nevojë t'i dëgjonin. Ajo ju donte, shkruante letra, por nuk dinte si, dhe kjo nuk është justifikim, është thjesht e vërteta e dhimbshme e shumë njerëzve të brezit të saj, të rritur me shumë heshtje dhe pak fjalë dashurie. Ajo kujdesej për ju duke punuar, duke qëndruar, duke mbajtur shtëpinë gjallë. Kjo ishte gjuha e saj. E kuptuat apo jo, ajo ishte dashuria e vetme që dinte ta shprehte. Armandi e kishte lexuar letrën vetëm, kishte shkuar në dhomën e vjetër të nënës, kishte ulur në karrigen e saj të vogël dhe kishte lexuar fjalë pas fjale. Kur kishte dalë syti kishte të kuq, por fytyra e kishte të qetë, qetësi tjetër nga zakonisht, qetësi pas furtunës, jo para saj. Entela kishte lexuar letrën natën, kur të gjithë flinin. Kishte ndezur lampën e vogël të kuzhinës dhe kishte lexuar 2 herë, 3 herë, dhe kishte ndier diçka Blerimi kishte kuptuar se Ashli ndjente diçka para se ajo ta thoshte. Kishte mësuar të lexonte njerëzit me kujdes, jo nga inteligjenca e ftohtë, por nga vëmendja. Kishte vënë re ndryshimin pas kthimit të saj nga Shqipëria, diçka ishte zhvendosur te ajo, si pikturë e varur pak ndryshe. Por edhe ai kishte pyetjet e tij. Kishte natë kur shtrihej dhe mendonte. Çfarë të thot kjo? Çfarë mund të ndërtojmë mes meje dhe saj? Jo në kuptim materialist, para nuk ishin problemi, por kuptimi i vërtet. 2 njerëz nga bota shumë të ndryshme, me historia shumë të ndryshme, me pritje shumë të ndryshme nga jeta. A mund të ndërtohej diçka e qëndrueshme mbi atë bazë? Kishte folur me nënën, jo direkt për Ashli, por rrethazi. Kishte treguar mbi një mik amerikan, me sfond shumë të ndryshëm. Nëna kishte dëgjuar dhe kishte thënë, "Bir, njeriu i mirë gjendet kudo, por duhet ta njohësh mirë para se ta zgjedhësh. Sfondi mund të jetë çdo gjë, zemra është ajo që mbetet." Nëna e tij, si gjithmonë, kishte pasur të drejtë. Kishte vendosur të fliste me Ashlin, jo me fjalë romantike të mëdha, nuk ishte ndërtuar kështu, por hapur dhe ndershëm, si gjithçka tjetër në jetën e tij. E kishin takuar në parkun e vogël pranë galerisë, vend neutral si gjithmonë me ta. Ishte pasdite, kishte sedilje të zbrazët, dritë e artë e vonë pasdite. Unë mendoj shumë, kishte filluar Blerimi, para se të veproj mendoj shumë. Kja ndonjëherë është mirë,
ndonjëherë është vonë. Ashley kishte pritur. Çfarë frike? Kishte pyetur Ashley me zë të ulët. Frika se njerëzit rreth nesh do ta shohin ndryshe nga sa është. Emigranti shqiptar dhe vajza e milionerit amerikan, kjo ka dukje si histori me dinamik të pabarabartë, dhe unë nuk dua asnjëherë të ndihem si dikush që ka marrë diçka fal rrethanave, jo fal vlerës. Ashley kishte qëndruar e heshtur për moment. Pastaj, ti e di çfarë dua unë të di? Unë nuk jam zgjedhja e lehtë për askënd. Jam e vështirë, jam e ngurtë, jam e rezervuar, kam shumë mure. Njerëzit e mi kanë ikur para sepse nuk kishin durim. Ti e njeriu i parë që nuk ka ikur, sepse kur nuk e ardhur ta marrësh diçka nga unë. Ke ardhur thjesht të jesh. Kishte heshtje. Edhe unë kam frikë, kishte shtuar ajo, por kam vendosur se nuk të ta lë frikën të vendos për mua. Blerimi kishte para të gjatë, edhe pastaj kishte thënë diçka shumë të thjeshtë. Unë jam njeri i zakonshëm me jetë të zakonshme. Nuk kam histori mbi mesatare, nuk kam pasuri, nuk kam emër të madh, por e di kush jam, dhe nëse kjo mjafton, jam këtu. Ashley kishte qeshur, atë qeshjen e saj që vinte rrallë, por vinte me gjithë zemër. Mjafton shumë. Jeta ka mënyrën e saj për të lidhur gjëra që duken të shkëputura. Entela kishte filluar të kuptonte këtë gjatë muajve pas testamentit, se çdo gjë ishte e lidhur me çdo gjë tjetër nëpërmjet fijeve të padukshme të historisë, të zgjedhjeve dhe rastit. Kishte qenë shumë e çuditshme ajo ditë kur Ashley gjatë vizitës së saj në Shqipëri, kishte shkuar në qytetin e vogël të lindjes së Zhanës, jo me qëllim, por sepse kishte dëgjuar se kishte artist interesant aty. Mbushur me gjella, kishte dëgjuar zërat mbi njëri tjetrin, kishte ndjer erën e byrekut dhe kafes. Entela e kishte parë Ashlyn dhe kishte kuptuar menjëherë, me atë intuit femërore që nuk gabon, se kjo nuk ishte vizitë zakonshme miqësore. Kishte parë mënyrën si Blerim qëndronte pranë saj, si e përkthente fjalët me butësi, si e shikonte ndonjëherë pa e ditur. Kishin biseduar shumë gjatë atë mbrëmje. Ashley kishte folur shqip, fjalë të pakta, me akcent, por me dëshirë të vërtet. Kjo kishte thyer çdo barrierë të mbetur. Nëna e Blerimit e kishte marrë për dorë dhe kishte thënë: "Kjo flet shqip, mirë se vjen Besa." Ashley kishte qeshur me gjithë zemrën. Entela dhe Armandi kishin folur me Blerimin gjatë asaj mbrëmjeje, kishin mësuar historinë e tij, kishin mësuar për punën e tij, për jetën e tij në Amerikë. Dhe Blerim, duke dëgjuar fragmentet e historisë së tyre, testamentin, vitet, mirën, letrat, kishte ndjer diçka të thellë. Ndjenjen se kishte ardhur në vendin e duhur, në kohën e duhur, si gjithmonë kur bënte gjën e drejtë. Pas darkës, duke dalë jashtë në qiellin e qartë të fshatit, Ashley kishte thënë Blerimit: "Kjo ishte mbrëmja më e bukur që kam pasur." "Mbrëmje e zakonshme shqiptare," kishte thënë ai. "Asgjë nga kjo nuk ishte zakonshme," kishte thënë ajo. Gëzimi kishte kaluar periudhën pas testamentit si njëri që shërohet nga sëmundje e fshehur, ngadalë, me regres dhe avancim, me ditë të mira dhe ditë të këqija. Por shihej se diçka kishte ndryshuar fundamentalisht. Kishte filluar biznes të ri, i vogël, modest, pa ambicie të mëdha fiktive. Kishte hapur dyqan ndërtimi materiale, me partner të besuar, me plan të qartë. Kishte punuar vetë, kishte qenë aty çdo ditë, kishte trajtuar punëtorët me respekt. Kishin parë njerëzit e lagjeve, gëzimi kishte ndryshuar. Mira kishte qenë aty gjatë gjithë kohës, jo si mbikëqyrese, por si partneri vërtet. Gëzimi e konsultonte, e dëgjonte, i jepte kohë të vendoste. Kishin ndërtuar mes tyre diçka që nuk kishin pasur plotësisht më parë, marrëdhënie të ndërtuar mbi barazi. Kishin ardhur te Armandi dhe Entela disa herë pas vendimit të shtëpisë. Jo me rast, por me qëllim, kishin ardhur të hanin, të bisedonin, të ishin familje. Herët e para kishin qenë të vështira, heshtje të inçarta, biseda mbi supe të ngurta, por me kalimin e kohës, ngadalë, gjërat kishin filluar të normalizohen. Fëmijët e Armandit dhe Entelës kishin filluar të gëzoheshin kur vinte xhaxha gëzimi, sepse gëzimi, pavarësisht gjithçkaje, kishte talent për të qenë i dashur me fëmijët. Kishte humor, kishte durim, kishte aftësinë për të luajtur me ta si barabartë. Dhe një herë, kur vajza e madhe e Armandit kishte pyetur gëzimin: "Xhaxha gëzim, pse vini tani shumë?" Gëzimi kishte qëndruar i heshtur dhe pastaj kishte thënë: "Sepse u mësova vonë se familja nuk pret derisa të vijë koha e mirë, familja bëhet çdo ditë." Vajza kishte menduar pak dhe kishte thënë: "Mirë," dhe ishte kthyer të luante.
Armandi, duke dëgjuar nga dhoma tjetër, kishte shikuar Entelën, dhe Entela kishte kuptuar nga shikimi i tij se edhe ai e kishte dëgjuar. Kishin Vitet e vështira pas vdekjes së burrit, për mënyrën se si kishte ndjerë se duhet të ishte e fortë gjithmonë, se nëse tregonte dobësi, gjithçka do të shemej. Unë e di, shkruante Zhana, se kjo nuk shpjegon gjithçka, por shpresoj të ndihmoj të kuptosh. Unë të doja, Armand, të doja me gjithë fëllesën time. E thash pak, e tregova pak, por ishte e vërtet e madhe. Armandi e kishte palosur letrun me kujdes, kishte vendosur dorën mbi të, si mbi diçka të çmuar dhe të brisht. Pastaj kishte ngritur kokën dhe kishte parë Entelën. Ajo na ka lënë shtëpinë, kishte thënë ai. Por na ka lënë edhe këto. Kishte shikuar kutinë me letra, dhe këto janë vlera shumë. Blerim dhe Eshli u betuan martesën në pranverën e ardhshme, jo ceremoni e madhe, jo shumë njerëz, jo shfaqje. Kishte qenë vendimi i tyre i përbashkët, duan diçka të vërtet, jo spektakël. Kishin bërë 2 ceremoni, njëra e vogël civile aty ku jetonin, njëra e vogël familjare në Shqipëri, ku nëna e Blerimit kishte gatuar për 2 ditë dhe kishte qarë nga gëzimi, dhe kishte bërë gjithçka që bënin nënët shqiptare kur martohej i vetmi fëmijë. William Mitchell kishte shkuar edhe ai, nuk kishte pyetur nëse donte, kishte thënë vetë se do vinte. Kishte ulur mes njerëzve të thjesht, kishte ngrënë gjellë shqiptare, kishte pirë raki, herën e parë që pinte raki, dhe kishte thënë se ishte gjëja më e fortë që kishte shijuar ndonjëherë. Nëna e Blerimit ja kishte dhënë edhe një gotë dhe kishte thënë me shqipen e saj të shpejtë. I bën mirë zemrës. Mitchell kishte qeshur. Blerim e kishte parë atë moment, njeriun e pasur amerikan, duke qeshur me nënën e tij të thjesht shqiptare mbi gotën e rakis, dhe kishte ndjerë atë lloj gëzimi të pastër, të pandotur, që vjen në rrallë dhe vlen shumë. Entela dhe Armandi kishin ardhur edhe ata. Kishin ardhur me fëmijët, kishin qëndruar 3 ditë, kishin pirë kafe me nënën e Blerimit çdo mëngjes. Kishin ndërtuar miqësi të re mes tyre. Ato miqësi që lindin vonë në jetë, por janë të thella, sepse vinë pas përvojave të ndara. Gëzimi dhe mira kishin ardhur ditën e dytë, me vonesë, sepse gëzimi kishte pasur problem me biznesin, por kishin ardhur, dhe gëzimi kishte sjell verë të mirë dhe kishte ndejtur deri vonë duke treguar histori dhe bërë të gjithë të qeshin, sepse ky ishte gëzimi i tij i vërtet, kur ishte i qetë dhe i çliruar. Njeri i gëzuesh me zemër të mirë. Mira kishte ulur me Eshli dhe kishin folur gjatë, 2 gra shumë të ndryshme, nga sfonde shumë të ndryshme, por me diçka të përbashkët. Të dyja kishin zgjedhur. Ashley kishte hapur degën e galerisë në Tiranë, bashkëpunim me partner lokal, me artistë shqiptar dhe artistë të tjerë. Kishte qenë suksesi i saj i vërtet, jo krashgimia e babait, jo ndihma e Blerimit, por puna e saj, ekspertiza e saj, pasioni i saj. Kishte kaluar gjysmën e vitit atje dhe gjysmën tjetër në Amerikë. Kishte ndërtuar urë mes 2 botëve, jo si diplomate, por si dikush që thjesht i donte të dyja. Blerim shkonte dhe ai shpesh. Nëna e tij, e cila kishte shëndet të kalueshëm, por shpirt të papërmbajtshëm, kishte bërë miqësi të madhe me Ashleyn. Kishin komunikuar me gjuhë gjysmë të mirë, gjysmë me gjeste dhe me ndihmën e Blerimit si përkthyes, dhe kishin ndërtuar mes tyre atë lloj marrëdhënie nën-vajzë që nuk ndihej si detyrim, por si gjë e natyrshme. Nëna i kishte thënë Blerimit një herë: "Kjo vajzë ka ardhur nga larg dhe ka kuptuar zemrën tonë. Kjo nuk ndodh pa hir." Shtëpia e Armandit dhe Entelës mbeti shtëpia e tyre, por kishte ndryshuar diçka mbi të. Nuk ishte më vetëm vendi fizik, ishte bërë simboli diçkaje, i kaluarës dhe të ardhmes, i fajit dhe faljes, i sakrificës dhe njohjes. Entela kishte riorganizuar pak hapësirat, kishte ndryshuar diçka në kuzhinë, kishte shtuar diçka në dhomën e ndenjes, jo si fshirje e kujtimeve, por si mënyrë për të thënë: "Kjo shtëpi është jona tani plotësisht, me historinë e saj dhe me ardhmërinë tonë." Kishin mbajtur dhomën e Zhanës si dhomë pritjeje, jo si memoriale, por si hapësirë e gjallë. Kur vinin mysafir, kur vinin gëzimi e mira, ata flinin aty. Kishte diçka të duhur në këtë.
Dhoma e gruas që kishte mbajtur sekrete të mëdha, kishte u bërë vendi i qenjes dhe i bisedës. Letrat të Zhanës i kishin vendosur në kutinë e vjetër kartonit, të ruajtura me kujdes. Her pas here, Entela i nxirrte, jo të gjitha, por njërin apo dy dhe i rilexonte, jo nga mazokizëm, por sepse çdo herë i jepnin diçka ndryshe. Çdo lexim zbulonte nuancë të re, fjali që kishte kaluar herën e parë, fjalë që merrnin kuptim tjetër me distancën e kohës. Armandi, her pas here i lexonte gjithashtu letrat e tij. Kishte vendosur letrën e nënës në sirtarin e tryezës së punës, jo për ta harruar, por as për ta kthyer vazhdimisht. Ishte aty kur kishte nevojë. Kishte kaluar vit i plot, vit që kishte mbartë gjithçka brenda tij, humbje dhe zbulim, dhe ndjeshmëri dhe ndërtim të ri. Kishin vendosur të bënin bashkësinë e të gjithëve, jo si shfaqje, por si gjest i thjesht dhe real. Kishin organizuar darkë të madhe familjare, Armandi, Entella dhe fëmijët, gëzimi e mira dhe kishin ftuar edhe Blerimin dhe Ashlejn, të cilët ishin të lidhur tani me të gjithë nëpërmjet atyre fijeve të çuditshme të historisë. William Mitchell kishte dërguar shampanjë, shishe të bukur me shënim, për familjet e mira që mbahen. Kishin grumbulluar rreth tryezës, 12 njerëz gjithsej, me fëmijët. Kishte zhurmë dhe të qeshur, dhe lafe dhe mbi gjithçka ngrohtësi. Ajo ngrohtësi specifike të njerëzve që kanë kaluar diçka të vështirë bashk dhe kanë dalë të gjallë dhe të plot në anën tjetër. Entela kishte gatuar gjithë ditën, kishte bërë gjellet e vjetra shqiptare. Zhana kishte parë gjithçka, kishte parë sakrificën e Entelës, kishte ndjer fajin e vet, por kishte qenë ndortuar ashtu që të mos e shprehte drejt për drejt. Kishte mbajtur brenda dhe kishte gjetur rrugën e saj tërthore, testamentin, mirën, letrat. Mënyra e saj kishte qenë ndërlikuar dhe jo e drejt për drejt, por qëllimi kishte qenë i vërtet. Kjo ishte mësimi i madh i gjithë kësaj historie. Komunikimi i vërtet nuk është luks i ndjeshëmve, është nevoja e gjithë secilit. Familjet shemben jo nga mungesa e dashurisë, por nga mungesa e gjuhës për ta shprehur atë dashuri. Familjet plagosen jo nga armiqësia, por nga heshtjet e gjata, nga gjërat e pathëna, nga vendimet e marra vetëm kur duhej marr bashk. Zhana kishte dashur të dy djemtë e saj, kishte dashur Entelën, po, edhe atë, me atë mënyrën e saj të vështirë. Kishte dashur mirën, me besim të madh ndaj saj, por kishte qenë grua e brezit të saj, e rritur me kode të heshtura, me krenari si mburoj dhe si burg njëkohësisht. Dhe kjo nuk e bënte grua të keqe, e bënte njeri me kufizime, si gjithë ne. Zhana kishte lënë shtëpinë, shtëpia kishte shkuar te ata që duhej. Kishte lënë letrat, letrat kishin çelur dyer që kishin qenë mbyllur vjet me radhë. Kishte lënë recetat, byrekun me gjizë, dhe tavën, dhe tortën me arra. Kishte lënë zakonet e vogla që familja vazhdonte t'i bënte, pa e ditur gjithmonë se i kishte mësuar aty. Mënyrën e caktuar të rregullimit të tryezës, këngën e caktuar që ndizej çdo e premte mbrëma, tradita e kafes pas dreke, edhe kur nuk ishte kohë. Por mbi gjithçka, Zhana kishte lënë pyetje, pyetje që kishin detyruar familjen të fliste, të mendonte, të ndeshte veten. Dhe pyetjet, ndonjëherë, janë trashëgimia më e vlefshme. Entela kishte arritur të kuptonte këtë, jo me njëherë, por me kohë. Kishte arritur të shikonte vjerrën jo si grua që i kishte bërë pa drejtëfi, por si grua e plot me historinë e saj, me traumat e saj, me dashurinë e saj, me gabimet e saj, me urtësinë e vonuar të saj. Kjo nuk do të thotë se dhimbja kishte shkuar. Dhimbja mbetej, do të mbetej, por dhimbja dhe mirëkuptimi mund të bashkëjetojnë. Njeriu mundet njëkohësisht të jetë i lënduar dhe të falë. Mund të ketë të drejtë për zemërimin e tij dhe gjithashtu të zgjedhë lirinë e faljes, jo për tjetrin, por për veten. Armandi kishte bërë paqen me nënën e tij, me imazhin e saj, me kujtimet, me marrëdhënien e tyre të ndërlikuar. Kishte marrë nga ajo gjërat e mira, vendosmërinë, punësinë, krenaria e shëndetshme, dhe kishte vendosur Historia e vjerrës dhe testamentit të shtëpisë do të mund të ishte histori tjetër, histori urrejtjeje, gjyqi, familjeje të shkatruar. Ka shumë të tilla. Ka familje që shpërbëhen mbi pasuri shumë më të vogla. Por kjo familje kishte zgjedhur ndryshe, jo me lehtësi, jo pa dhimbje, por me vendosmëri. Kishte zgjedhur të kuptojë para se të gjykojë.
Kishte zgjedhur të flas kur dëshironte të heshte. Kishte zgjedhur të fal, jo si harrim, por si liri. Zhana kishte lënë kaos të qëllimshëm apo jo, kur nuk do ta dinin plotësisht. Por kaosi kishte detyruar gjëra që heqësja nuk i kishte bërë dot. Kishte detyruar Armandin të fliste, gëzimin të ndryshonte, Entelën të çlirohej, Miran të tregonte gjithçka. Ndonjëherë, jetës i duhet shkundja e forta për ta çliruar nga ngecja. Blerimi kishte ardhur në jetën e tyre si i huaj, emigrant i largët, njeri pa lidhje familjare me ta, dhe kishte sjell me vete diçka shumë të thjeshtë, ndershmëri dhe praninë e dikujt që bën gjën e duhur pa pritur shpërblim. Ashley kishte sjell urën mes botëve, jo si diplomat, por si njeri me zemër të hapur dhe mendje të kthjellët. Mira kishte sjell drejtësinë, jo ligjore, por njerëzore. Kishte pasur mundësi të mos bënte asgjë, të mbante shtëpinë dhe të justifikonte testamentin, por kishte zgjedhur drejtësinë mbi leshtësinë. Dhe Armandi dhe Entela, pas 20 vitesh nën presionin e heshtur të pritjeve dhe padrejtësive të vogla të akumuluara, kishin gjetur njëri tjetrin sërish. Jo si të rinj, por si dy njerëz që kanë kaluar stuhit bashk dhe dinë se kanë zgjedhur njëri tjetrin jo nga rrethanat, por nga vlera. Shtëpia qëndronte aty, e njëjtë nga jashtë, pak ndryshe nga brenda, me perdhet e bardha dhe erën e kafes dhe dritën e artë të mëngjesit. Por njerëzit brenda saj kishin ndryshuar, dhe kjo ishte gjëja e vetme që kishte rënduar gjithmonë. Sepse shtëpit janë gur dhe qimento, dhe dritare dhe dyer, vetëm njerëzit i bëjnë shtëpi. Nëse kjo histori të preku, nëse njohe diçka nga jeta jote ose e njerëzve rreth teje, shkruaj në komente. Kush mendoni se kishte të drejtë dhe kush gaboi? Dhe a mendoni se falja e vërtetë është e mundur, apo ka plag që mbeten për gjithmonë? Shkrimet tuaja i lexoj të gjitha. Ju pres aty poshtë.